edhe afer daljes ishte një person, nuk u kuptoj këse a ishte mashkull, a ishte femër. Edhe ka kap një dridhje daj, nuk ju mu shfrym. Edhe prej ati momenti kanë ndryshu krejt. Është dukur që kur ne jemi tallë, kur e kemi dhënë këshilla. Unë nuk e di tash që ai ka ndodhur aty në burg. Ja rriti pak formën vetë. Ai mund të ketë trauma shumë të mëdha nga pjesa e burgut. Pra ai shkoi sa thoshi gjithkohës që kam qenë vetëm izolim dhe kaq shumë vite. Unë prandaj thash, e mira është që ti mos t'jepet vëmendje fare, le të merret me njerëz të vet në botën e vet, se s'mund të bijem ne, domethënë logjika jonë me sa ai justifikohet nga njerëzit, se thotë është ashtu, ne të tjerë nuk justifikohemi. Le të vazhdoj atë programin e vet, të shofi qetësinë e vet, ai ka nevojë për suport psikologjik. Realisht. Sa vlen me ja marr për pas. Nuk ka ja këtë